me pagu, do të me ndalë. Ti i Mitrovicës dhe e njeh dhe e ke njohur edhe Oliver Ivanovicin, a ka një element që mundet me pas një vlerësim pozitiv nga ana e shqiptarëve për ta? Ajo që dim na Mitrovicasit për Oliver Ivanovicin, e dim të gjithë që Oliver Ivanovici ka qenë një prej organizatorëve të masakrës që ka ndodhur në rrugën e Kovazhve në Mitrovic, ku 10 shqiptar, dhe më thonë, janë masakru. Dëshmitar, njerëz që kanë dëshmu edhe publikisht, edhe kanë deponu, dhe më thonë, komplet dëshmin, kanë tregu që Oliver Ivanovici ka qenë pres i asoj masakre. Tash na jetojmë qëtë realitet politik e publik në Kosovë, mas 26 vite shlirim, kër Oliver Ivanovici konsiderohet një prej njerëzve që e ka ndërtu, e ka zhvillu Kosovën, kurse Ramush Haradinaj e general të tjerë, si ai konsiderohen zullumçar.